Një pjesë e masivit shkëmbor rrezikon të bjerë mbi automjet dhe kalimtarët përgjatë zonës bregdetare të Vlorës, duke nisur nga zona e ujit të ftohtë me pjerësi të kalas. Por edhe në afërsi të radhimës, gur të mëdhenj nga masivi shkëmbor rrezikojnë të bien nga momenti në moment. Këta gur janë në një lartësi të konsiderueshme mbi segment, çka e rrit edhe më tepër rrezikun për çdo që kalon poshtë tyre. Në pjesën e shëndetores lungomare, 2 nga fushat e sportit deri tek tuneli në ujin e ftohtë, por edhe në vazhdim në radhim dhe në Orikum, vihet re një situate pa precedent, ku një pjesë e masivit të shkëmbor në këtë segment rrugor rrezikon që të bjerë nga pjesa e Kodrës, duke rënë në segmenti rrugor dhe duke rrezikuar jetën e atyre të cilët qarkullojnë me automjet, por edhe në këmbë. Për ta vërtetuar situatën me ndihmën e operatorit, do doja të ndiqnim disa pamje të cilat flasin vetë në një prej segmenteve kryesore rrugore të qytetit bregdetar të Vlorës. Vlen të theksohet se ky është një problem i hasur edhe më parë, por pavarësisht se vitet kalojnë asnjë mas nuk është marrë. Pak vite më parë në terren zbarkuan edhe forcat gjeniere të cilët thanë se këta shkëmbim nuk do të bini dhe gjithçka mbeti me kaq. Me sa duket, ky konstatim i forcave gjeniere qetësoi pushtetin, i cili prej disa vitesh për sa i përket këtij problemi nuk është kujtuar asnjëherë. Ndërkohë, pas asaj inspektimi kanë kaluar disa vite dhe masivi shkëmbor ka pësuar të tjera dëmtime. Shpesh gur të madhësive të ndryshme janë shkëputur prej tij duke rënë dhe në segmentin rrugor, ndërsa situata përkeqësohet çdo ditë. Është emergjente edhe për sigurinë e jetës që të merren masa sa më parë që mos të jetë shumë vonë.